Sot, Dritan Hoxha, presidenti i përjetshëm i Top Medias, do të festonte ditëlindjen e tij të 57-të. Për fatin e tij të keq, ai humbi jetën 17 vite më parë në një aksident tragjik. Humbja e tij la shumë dhimbje pas, sidomos te familjarët e tij, ata të cilët e kujtojnë çdo ditë dhe ndonse koha kalon, malli dhe dhimbja për të veç se rriten. Në këtë ditë, ku tani do të frynte qirinjtë e 57 vjetorit të tij, Ledion Liço e ka kujtuar duke thënë se sa shumë i mungon të gjithëve. Njeriu që na mungon çdo ditë, shkruan Liço. Ndërkohë që në një intervistë të dhënë për revistën Newsbomb, Sara, e vogla e Tanit, tregoi se e vetmja gjë që do dëshironte do të ishte një përqafim i ngrohtë si ai që vetëm babai mund t'i jap vajzës së tij për t'i treguar që bravo vogëlusha ime, ja dole. E pyetur nga gazetarja Luela Myftari se kur e kuptoi që ëndra e të Atit, e Tanit të Topit, ishte dhe ëndra e saj, Sara ka treguar se nuk pati një moment të vetëm, një datë apo një ditë ku tha kjo është edhe ëndra ime. Fillimisht, ajo ndjeu vetëm nevojën për të qenë pranë familjes, për të mbrojtur me përkushtim atë që i Ati kishte ngritur me shumë mund, por dita ditës, pa e kuptuar, përgjegjësia u kthye në pasion. Ajo që nisi si një detyrë për t'u përmbushur, u bë një dashuri që nuk kishte më nevojë për arsye. Ajo rrëfeu. Nuk pati një moment të vetëm, një datë apo një ditë ku thash, kjo është edhe ëndra ime. Ishte më shumë një proces i heshtur, i natyrshëm, i ndërtuar me hapa të vegjël, por të sigurt. Fillimisht, doja vetëm të ndihmoja familjen, të isha pranë Lorit, të ruaja me përkushtim atë që babai ynë kishte ndërtuar. Por me kalimin e kohës, e ndjeva që kjo nuk ishte më thjesht një përgjegjësi që më takonte, por një pasion që më përkiste. Ëndra e babait tim nuk ishte thjesht të ndërtonte një televizion, por të krijonte një mënyrë të re të menduarit dhe të treguarit në Shqipëri. Sara shtoi se më mungon aq shumë dhe boshllëku në zemrën time është aq i madh sa asgjë nuk do ta zëvendësonte përqafimin e tij. Kur kufit u rrëzan dhe shqiptarët u shpërndan në përbot, Top Media, ideuar dhe krijuar nga Dritan Hoxha, u bë forca më e madhe përbashkuese e të gjithë shqiptarëve. Dashuria me të cilën tani e ndërtoi këtë televizion u shpërblye me sukses. Me punën e palodhur të tij, Digitalive ishte e para kompani që realizoi në Shqipëri transmetime në high definition, ndërsa Top Channel i pari televizion që prodhoi emisione dhe dokumentar në cilësi të lartë HD. Ky televizion krijoi një traditë që revolucionarizoi të gjithë botën e medias shqiptare. Energjia që tani krijoi rriti disa breza gazetarësh, moderator, artist e profesionist të medias. Kjo është trashëgimia që ai la pas dhe që familja e tij vazhdon me përkushtim. Ëndra vazhdon ishte mesazhi pas vdekjes së Tanit dhe sot Top Channel vazhdon të ndjek ëndrrën e tij, ëndrrën e një njeriu që tregoi se gjithçka është e mundur nëse e do vërtet me gjithë zemër. Dritan Hoxha është vlerësuar me medalje nga presidenti i Republikës Bamir Topi, si dhe është shpallur qytetar nderi i Tiranës dhe Vlorës, ndërsa 3 rrugë në Tiranë, Prishtinë dhe Tetov mbajnë emrin e tij, si simbole të kontributit që ai dha për bashkimin kulturor dhe emancipimin e shqiptarëve në të gjitha trojet etnike. Në orët e para të 23 majit 2008, ai humbi kontrollin e makinës Ferrari që drejtonte dhe doli nga rruga në bulevardin Buzlanës. Mjeti u përplas me një pemë dhe u nda në 2 pjesë, duke bërë që Dritan Hoxha të ndëronte jetë në moshën 40 vjeçare.